Gjykata e posaçme ka vendosur që të pezullojë nga detyra zëvendës kryeministren e Shqipërisë Belinda Balluku, një heraz edhe ministre infrastrukturës, e po ashtu i ka caktuar mosdalje nga Shqipëria. Për të folur mbi këtë vendim, kam të ftuar avokatin e njohur Gylsen Zhlima. Zoti Zhlima, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, çfarë do të thotë ky vendim i GKO-s për zonjën Balluku? Së pari, ky vendim na tregon qartazi që papjekuria juridike dhe masakra që mund t'i bëjnë institucioneve kushtetuese, siç është institucioni i Këshillit të Ministrave, që në përbërjen e vet ka kryeministrin, zëvendës kryeministrit dhe ministrat, tregon qartazi që kjo nuk është një drejtësi e pritur dhe e investuar nga të huajt, por është një drejtësi e cila, për mendimin tim, merr vendimarrje të shpejta duke mos kuptuar shtetin e së drejtës dhe sistemit demokratik në vend. Në rast se ne do të kemi parasysh që kryeministri dhe Këshilli i Ministrave kanë detyra të përcaktuara sipas nenit 95 të Kushtetutës së vijim dhe të ligjeve të posaçme që rregullon funksionimin dhe organizimin e tyre, nesër i nderuar zoti Rama mund të pezullohej nga detyra e kryeministrit, pastaj bie se si ne duhet të shkojmë në zgjedhje të parakohshme ose të vendosim një kryeministër tjetër duke shkelur normat kushtetuese të sistemit demokracisë. Prandaj ajo që unë mendoj është që duhet të marrim këtë vendim të kësaj gjykate me pak rezervë dhe duke parë se kjo gjykatë nuk vendosi ashtu siç duhet një masë sigurie, si ose një masë ndaluese. Pra, masa ndaluese që është ndalimi jashtë vendit, përsëri jemi në shkeljet e nenit 73 të Kushtetutës, sepse deputeti ka imunitet. Dikush do të thotë që kemi rastin ose precedentin Berisha, që prokuroria e posaçme vendosi detyrim paraqitje dhe ndalim jashtë vendit. Dikush do na thotë që gjykata kushtetuese miratoi si detyrim paraqitje ashtu dhe ndalimin jashtë vendit, por Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut foli pjesërisht, po jo tërësisht, dhe sigurisht që do të dali me një vendimarrje duke bërë një analizë për sa i përket ndalimit të deputetit për të dalë jashtë shtetit, a është apo jo shkelje e lirisë së tij. Prandaj mendimi im është që ky precedent është i rrezikshëm për shtetin demokratik të vendit. Zoti Zhlima, prej disa orësh Balluku bashkë me kryeministrin Rama dhe me Ulsi Manjan ndodhen në kryeministri. Çfarë po ndodh realisht mes tyre dhe pse një zgjatje kaq e madhe e kësaj mbledhje? Dhe mbi të gjitha, nëse kemi një vendim të gjykatës së posaçme që zonja Balluku s'duhet të shkojë në punë, i bie që edhe ky takim është i jashtëligjshëm apo jo? Si gjykoni? Se ajo është dhe zëvendës kryeministre, normalisht zëvendës kryeministre ka zyrë dhe në kryeministri. Dhe i bie ajo ka shkuar dhe në zyrën e punës. Ajo është pezulluar si zëvendës kryeministre apo si ministre? Si të dyja. Jo, se zëvendës kryeministre është tjetër, ministër është tjetër. Është pezulluar si zëvendës kryeministre dhe ministri infrastrukturës. Të paktën kështu kanë raportuar media. Pra i bie që nesër mund të Ramës t'i pezullojnë edhe ministrat e tjerë dhe Rama s'ka më të drejtë as të emër as po të shkarkoj, po thjesht ata quhen të pezulluar. E kuptoni në cilë situatë jemi? Interpretimi juridik, po. Jo, nuk është interpretimi juridik, është thjesht abuzimi që i kemi bërë pothuajse ne si shoqëri atyre të cilët i vendosëm në sistemin e drejtësisë, duke abuzuar me kushtetutën e vendit dhe duke marrë të mirëqen që kush procedohet nga spaku duhet të futet në burg. Kjo për mendimin tim është e gjithë kjo lojë që është luajtur gjithë kësaj kohe duke heshtur me palishmërinë, me ignorancën juridike që shoqëron spakun dhe gjykatën e posaçme. Sepse ju si qytetar do bëni një pyetje, nesër mund të pezullohet presidenti i Republikës në masë ndaluese të tillë? Kryetari i kuvendit mund të pezullohet? Pra, e kuptoni në cilën situatë jemi. Heshtja dhe aleanca me ignorancën juridike
Dhe atë që ne thamë përpara për rastin e zotit Berisha, bëri që Spaku të marri një vendimarrje të tillë edhe në fund fare ta notarizoi gjykata e posaçme. E kuptoni që afërmendësh këto ngjarje të cilët senojnë rendin juridik të vendit janë ngjarje të cilët janë qesharake, por i bën faktike sepse ato nesër pas nesër ekzekutohen nga vendime nga institucione shtetërore. Prandaj unë them që ky do thoja jo po ky pozicion që zoti Rama është sot aktualisht në këtë situatë që ndodhet, për mendimin tim nuk është pozitive, sepse në rast se ta marrim në aspektin politik, Spaku me rolin e opozitës dhe pezullon zëvendës kryeministra. Pra, është rrezikshme thjesht vetëm të bëhet edhe film është rrezikshme, jo më të jetë një fakt konkret, po është fakt konkret. Por mendoj se dikush duhet të reflektoj. Tani pse zoti Manja dhe zonja Balluku dhe zoti Rama janë në zyrë dhe po diskutojnë ose për debatojnë ose për shkak të mesazheve zotit Rama i ka ngel hatri për shkak të fjalive që kanë shkëmbyer njëri me tjetrin për fjalën pallosh ose fjali të tjerë të janë të padenjta, të fjali të cilat janë të një niveli tjetër, jo të një niveli të lartë të dur apo të dur për komunikimin e zyrtarëve, mendoj se për fund fare për zotin Rama, ajo që i ka ngel më shumë hatri dhe është pishman për atë që ka lexuar nëpërmjet mediave, është fjalia pallosh në rast se e adresohet zotit Rama. Dhe zoti Manja, për çfarë shkon atje, thotë që shiko, unë nuk kam çfarë të bëj sepse unë i kam thënë Dumanit që mos merr mas sigurie ndaj saj, po tani ata vepruan sepse Dumani është në Bruksel. Këtë po justifikon zoti Manja sot në truezën ose në tavolinën ose në si ta them, ku nuk e di ku ndodhen. Tani mund të jenë në balkon, mund të jenë edhe në pishinë, e kupton? Janë kudo në kryeministri, sepse aty ka plas Edhe te sherri. kopshti i Eden, për shembull. Po, edhe aty mund të jenë. Aty ka plasur sherri, e kupton? Po jo se ka plasur sherri se e pezullon Belinda Balluku Spaku. Jo, aty ka plasur sherri për shkak se Rama nuk pranon që dikush ta shaj pas krau. Dhe në rast se ka ndodhur dhe është e vërtet kjo gjë, një na fakton që po prapa Ramës dikush e ka shajtur dhe po prap pas Ramës dikush ka kërkuar që t'i bëj gropën Ramës. Po tani a është në partneritet Rama me person që ka kërkuar t'i bëj gropën? Kjo është një pyetje shumë e madhe, ose më mirë është një pikë pyetje shumë e madhe që do na telendisi për një muaj e gjysmë besoj, sepse do ta kuptojmë pas një situate të gjatë besoj që po do të jemi në kushtet që do dali e vërteta apo do të zbardhet e vërteta ashtu siç duhet. Prandaj për mendimin tim them që sot zoti Rama edhe mundet ta shkarkoj, por nesër kam frikën që dhe mundet edhe të burgoset në aspektin të juridik në një manastir në Pogradec. Ata të cilët duhet ta mësojnë kush është manastiri në Pogradec, janë aty ku rrin vetëm gratë. Edhe është një manastir i ri i cili ka infrastrukturë shumë të mirë. Por buroj që kjo ngjarje mos të mbulohet shpejt nga ngjarje të tjera kriminale, sepse ju e keni parë shpeshherë që kur ka të bëjë me ngjarje të tilla, gjithmonë ngjarja që ka të bëjë me qeverinë ikën brenda sekondit dhe futen ngjarje të tjera të krimit dhe shikojmë ne që policia fillon edhe bën aksionin e saj. Prandaj them që kjo ngjarje është e rëndë në aspektin moral dhe politik për Partinë Socialiste. Avokat, çfarë ndodh tani pas këtij vendimi i gjykatës? Vendimarrja është politike e zotit Rama që ta shkarkojë nga detyra dhe menjëherë të emërojë një person tjetër. Unë mendoj se emri që mendoj që mund të marrë rolin e zonjës Balluku është zonja Olgerta Manastirliu, për shkak se ajo pati, do thoja, një propozim të zotit Rama që të ishte
kandidate për kryetare e Bashkisë së Tiranës, duke marrë si referencë rastin që Gjykata Kushtetuese nuk shkarkoi përfundimisht zotin Veliaj, ajo mundet të jetë zëvend kryeministre për 2 vitet e ardhshme, derisa të vinë zgjedhjet e ardhshme vendore. Kështu e mendoj unë, në rast se zoti Rama do të marrë një vendimarrje të shpejtë. Në rast se zoti Rama nuk do të marrë një vendimarrje të shpejtë, mendoj se zoti Rama mund të bëjë një autogol vetes, sepse mendoj që në rast se nuk bën shkarkimin brenda ditës sotme, zoti Rama do të marrë një kosto të madhe politike, sepse është ai që ka thënë që ai e ka bërë spakun, ai ka bërë reformën në drejtësi dhe nuk mundet ai që ka bërë reformën në drejtësi ashtu siç është shkrenuar vet, të dali sot për një arsye tjetër, të cilët për tani është e panjohur për ne, po jam i bindur që do dalë në një moment të dytë, që zoti Rama mos të marrë një masë të ekstreme ndaj zonës Balluku. Prandaj, për mua, vendimarrja e zotit Rama duhet të jetë e menjëhershme dhe sigurisht që duhet kemi emrin, pothuajse deri nesër, emrin e personit që duhet marrë stafetën e zëvendës kryeministrit. E dini pse ju a them pse duhet nesër zoti Rama të ketë publikuar emrin e zëvendës kryeministrit, sepse ne e kemi në kushtetut të normuar që kryeministri përfaqësohet nga zëvendës kryeministri. Pra, vetë kushtetuta i ka dhënë organit të Këshillit të Ministrave dhe kryeministrit një detyrë kushtetuese që në formimin e qeverisë dhe të Këshillit të Ministrave duhet të kemi përbërjen e të paktën një zëvendës kryeministri. Prandaj, për mua zoti Rama duhet të fillojë të marrë një vendimarrje të fortë, patjetër që duhet të bëj debat edhe përreth vetes, por edhe me veten e tij, për shkak se vendimarrja që kryeministri Rama ka marrë për zonjën Balluku para se ajo t'u emëronte zëvendës kryeministre ka qenë individuale dhe përveç kësaj zonja Balluku është emëruar përsëri zëvendës kryeministre në pas zgjedhjeve të 11 majit në fillim të shtatorit, pra edhe kësaj të radhe zoti Rama ka marrë ai vendimarrje që ajo përsëri të qëndrojë në të njëjtën karrike. Pra, çdo përgjegjësi që zoti Rama ka marrë për zonjën Balluku është e shoqëruar me çdo vendimarrje që zoti Rama do të marrë politikisht për te. Nuk do flas në aspektin juridik, por politikisht zoti Rama do të thoja në aspektin moral, por edhe politik, mban të njëjtat përgjegjësi me zonjën Balluku, sepse pikërisht zoti Rama ka zgjedhur zonjën Balluku dhe në fund fare nuk ka fare rëndësi çfarë vendimi do të marrë zoti Rama për zonjën Balluku, sepse ata të dy janë një pavarësisht funksioneve apo mënyrës se si ato drejtojnë aparatet e tyre në kryeministri. Zoti Zhlima, çfarë ndodh nëse Rama nuk respekton vendimin e gjykatës posaçme për të pezulluar Belinda Ballukun? Nuk ka përgjegjësi zoti Rama, sepse përgjegjësia për sa i përket zbatimit të një vendimi gjyqësor nuk konvertohet me arrestimin e zotit Rama për mos zbatim vendimi gjyqësor, por ajo që bën politikisht në aspektin publik pra qytetarët marrin mesazhin që zoti Rama i paska mashtruar gjithë kësaj kohe duke thënë që shiko, drejtësia kur funksionon ka te Sali Berisha te Ilir Meta që ka e drejtë, ndërsa kur vjen tek mua që ka e pa drejtë, dhe në fund fare zoti Rama tregon që ai nuk i bindet vendimeve gjyqësore, pavarësisht se ai gjithë kësaj kohe ka bërë një lançim goditje ndaj gjyqtarëve, të cilët kanë dhënë vendimarrje dhe ai ka detyruar edhe shumë gjyqtarë të japin vendimarrje të padrejta. Prandaj, për zotin Rama do të jetë një situatë kaotike derisa zoti Rama të gjejë planin B, alternativën B për të manifestuar ngjarjen e zonjës Balluku si një justifikim i radhës që besimi ishte i tepruar, kërkoi ndjes tek opinioni publik, por e vërteta është që unë u zhgënjeva për shkak të një situate të cila ka ndodhur pa dijenjen time. Pra, zoti Rama në fund fare do bëj atë që ka bërë gjithmonë,
do thotë që përgjegjësi nuk e kam unë dhe në fund fare do të thotë që pasi u këshillova me zotin Manja, ish prokuror dhe kryetari i ligjeve, vendosa që të bëj një shkarkim të tillë, po përveç kësaj, në rast se ai nuk e shkarkon zonjën Balluku, do të thotë që unë u këshillova nga zoti Manja që mos ta shkarkoj. Prandaj them unë që zoti Rama është në një situatë që akoma nuk e di a do ta shkarkoj apo jo, por në fund fare përgjegjësia për sa i përket shkarkimit të zonjës Balluku apo mos respektimit të zbatimit të vendimit të gjykatës shkallës parë, që nuk ekzekutohet nga zoti Rama, nuk përbën vepër penale për zotin Rama, sepse vendimarrja e një gjykate për të pezulluar një institucion kushtetues është kaq shumë e çuditshme, është sikur nesër të shkoj dikush dhe të thotë të pezulloj presidentin e Republikës. Prandaj them që e gjithë situata që po krijohet është një situatë e paqartë, e cila do kërcënoj rendin dhe sigurinë dhe përveç kësaj rendin kushtetues që është kushtetuta, marrëveshjet ndërkombëtare dhe ligjet e brendshme, sepse e gjithë kjo situatë të mos respektimit ose më mirë të mos zbatimit të një vendimi gjyqësor, sot zoti Rama e ka bërë faktor për të parë në rast se ky në të vërtetë i zbato ka vendimet gjyqësore apo në të vërtetë ky injoro ka vendimet gjyqësore. Prandaj mbetet për të parë se si zoti Rama do të veprojë dhe kujdes nga një drejtësi që vet ai ka thënë që e ka normuar. Pra, do të jetë e papranueshme në rast se nuk do të zbatojë një vendim nga drejtësia e tij, sepse vetë e ka pranuar si fakt. Balluku ndodhet në kryeministri. A është kjo një frikë për të dalë nga aty? Është e ngujuar? Pra çfarë është e parë? E dyta, ka një protestë poshtë kryeministrisë nga Gron Shejari. Si shikoni këto dy ngjarje? Është pozitive që ka protestë ndaj çdo funksionari publik, sepse politika këtë formë ka të protestojë dhe të debatojë brenda seancave plenare, por edhe jashtë seancave, aty ku ndodh gjithmonë aksioni për të përballur me realitetin e keqeverisë së vendit. Zoti Sheaj sigurisht ka mbajtur një qëndrim pothuajse koherent me zonjën Balluku, pra ka qenë gjithmonë në kundërshtim ndaj saj dhe ai mos gaboj në seancën e fundit i ka bërë kaq shumë akuza dhe në fund fare ajo i dha një përgjigje dhe sot zoti Sheaj është ai i cili do të mbajë një qendrim kundër zonjës Balluku, duke i thënë që në fund fare u desh drejtësia e reformuar që të largonte ty nga detyra sepse zoti Rama të mban. Kështu është gjithmonë zakoni që bën zoti Sheaj, që përdor gjithmonë drejtësinë e re për të thënë që shiko, reforma në drejtësi ka rezultate sepse i largon këta nga detyra në këtë formë. Por un kam rezervat e mia për mënyrën se si zoti Sheaj mendon për reformën në drejtësi, sepse kam parë vazhdimisht që nuk ka një koherencë në aspektin e ligjit dhe në praktikën gjyqësore. Ka, do thoja, një vakum të perceptimit të tij se si është aspekti juridik ashtu dhe i asaj praktik që është në gjykatë. Prandaj për mendimin tim protesta është pozitive, por protesta pozitive për të kërkuar shkarkimin nga detyra, po pa vepruar drejtësia. Po tani kur ka vepruar drejtësia, unë nuk e kuptoj çfarë qëllimi ka zoti Sheaj që është jashtë kryeministrisë, për çfarë të kërkoj më shumë kur vetë gjykata ka pezulluar nga detyrat e saj zonjën Balluku. Prandaj ajo që unë mendoj në këtë rast është që zoti Sheaj duhet të mendoj një plan B për të arritur çfarë atë që duhet të arrisë një parti një parti jo e shumicës parlamentare, po e pakicës parlamentare, që të japi një shpresë qytetarëve që ata të tregojnë tek qytetarët, partia e tij, që çfarë do të sillte pro në të ardhmen, kur zonja Balluku nuk do të ishte më pjesë e asaj qeverie. Pra, një alternativë tjetër kur ju do të vini në pushtet, çfarë do ofroni më shumë se zonja Balluku. Kështu e thënë qarta si për qytetarët. Avokat, faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi.
Edhe unë falenderoj për ftesën.